Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të nderuar miq të kanalit Monitor TV-ja, ku po takohemi sërish së bashku edhe ditën e sotme në këtë maraton të gjatë komentimesh. Ditën e sotme do ta nisim me lajmin më të përfolur, me pikpyetjet më të mëdha që në fakt janë ngritur në showbiz. Fansat janë në mëdyshje për një marrëdhënie apo për një ndarje të një çifti shumë të dashur të shqiptarëve, Gjesti dhe Egli. Që në momentin kur Gjesti bëri bashkëpunimin me 360 Music dhe Egli tashmë ka nxjerrë publikisht në Instagramin e saj deklaratën që është pjesë e SBS, kompani një ndër kompanitë më të zëshme shqiptare në tregun muzikor, siç duket publiku kanë ngritur hamendësime dhe kanë ngritur pikpyetje për raportin dhe marrëdhënien e tyre të dashurisë. A është Gjesti bashkë me Eglin? A vazhdon të jetë lidhja e tyre? A lidhet dashuria? A lidhet profesioni? A lidhen studiot në lumturinë e çiftit? Këtë në fakt ne do ta zbulojmë në një analizë dhe një përmbledhje që unë kam bërë për çiftin. Bazuar në fotot e publikuar dhe reagimet në rrjetet sociale, ka shumë hamendësime dhe hipoteza që po qarkullojnë në lidhje me marrëdhënien mes Gjestit edhe mes Eglit. Dyshja kanë publikuar foto me poza të njëjta, duke bërë të njëjtin gjest të dorës dhe shprehje të fytyrës, një veprim që për shumë fansa nuk duket as pak i rastësishëm. Ju jeni dëshmitar të kësaj videoje, do të thënë këtyre dy videoje që ju shikoni, është Egli dhe Gjesti të cilët kanë bërë lëvizje dhe veprime të njëjta, gjë që unë kam komentuar gjithmonë. Do të thënë çifti gjatë gjithë historikut pas Big Brotherit kanë bërë lëvizje të njëjta, lëvizje që kanë ngritur pikpyetje dhe ju kanë dhënë publikut apo ne gazetarëve na kanë dhënë një bazë për të analizuar dhe për të nxjerrur konkluzionin përfundimtar deri në këtë pikë. Kjo është pyetja që shumë ndjekës e bëjnë prej kohësh dhe çdo postimi i tyre vetëm sa shton dyshimet. Përputhja në detaje kaq të vogla si një shprehje identike fytyre dhe pozimi sinkronizuar mund të jetë një mënyrë e tërthort për të komunikuar me publikun, pa e bërë zyrtare lidhjen e tyre. Një formoloje, një strategji marketingu apo thjesht një shaka mes dy miqësh të afërt. Tani që nuk janë miq, ajo nuk diskutohet, do të thënë unë nuk besoj në këtë miqësinë që mund të lindën pas një dashuri. Unë jam i mendimit në dashurinë tradicionale, nuk jam tek dashuria moderne. Dashuria tradicionale është kjo që kur ka dashuri, pas dashurisë ka ndarje, nuk ka miqësi, ndërsa këto dashuritë moderne që lidhen miq për interesat e tyre, unë këtë nuk e besoj. Që është forma e marketingut me patjetër që po, Gjesti dhe Egli nuk mund të luftojnë gjithmonë për zemrën e tyre, ato tashmë e kanë trenin e jetës, do ta them që ato duhet ta ndjekin dhe me patjetër që do të përdorin dhe këto lloj mekanizma për marketing. Unë e kam thënë edhe më herët që shumë shqiptar bëjnë maksimumin e tyre vetëm e vetëm, apo shumë artistë bëjnë maksimumin e tyre vetëm e vetëm të jenë në qendër të vëmendjes dhe jam shumë i bindur që të gjithë artistët, edhe pse nuk e thon zëshëm këtë gjë, do kishin dashur që të komentohen nga media roast siç po komentohet Egli dhe Gjesti. Domethënë që ka formë marketingu ka, po që ka një komunikim emocionesh, që ka një komunikim ndjenjash, që ka një komunikim shpirtëror mes Eglit dhe mes Gjesti, që ka një pëlqyeshmëri të karaktereve të tyre të njëri tjetrit, patjetër që ka, sepse të qëndrosh brenda një shtëpie 24 orë, pa telefon, pa televizor, pa botën e jashtme, do njeriu edhe dashurohet, se ato nuk janë nga guri. Dhe për këtë pikën unë besoj që ka marrëdhënie mes Eglit dhe mes Gjestit. Tani do të flasim për strategji apo vëmendje, ja si kam bërë analizën unë, dëgjoni ju lutem. Në epokën e mediave sociale, shumë personazhe publik përdorin teknika të tilla për të mbajtur gjallë interesin e ndjekësve. Po të shohim në këtë kontekst, Egli dhe Gjesti janë ndër personazhet më të ndjekur dhe më të komentuar, veçanërisht pas përfshirjes së tyre në formate të mëdha televizive. Nëse janë në një lidhje, atëherë mbajtja e saj të paqartë dhe misterioze mund të jetë një mënyrë për të ruajtur kurreshtjen e audiencës dhe për të krijuar vazhdimisht lajme.
Ndërkohë që gjesti po shëtit nga një qytet në tjetër në koncerte të vazhdueshme dhe energji të pandalshme në skenë, Egli është zhytur në projekte muzikore dhe në studio, ku shpesh ndan momente nga incizimet dhe pregaditjet për këngë të reja. Të dy duken jashtëzakonisht të angazhuar profesionalisht, megjithatë ndjekësit nuk e kanë parë asnjëherë bashkë në ndonjë dalje publike apo ndonjë event. Ky fakt ka shtuar dyshimet si është e mundur që dy figura kaq të afërta në stil, postime dhe mimik të mos shfaqen asnjëherë në krah të njëri tjetrit, apo rastësisht. Apo fshihen me qëllim, apo janë duke ndjekur një skenar të kujdesshëm për të ruajtur privatësinë e tyre, kjo në fakt mbetet një pikpyetje shumë e madhe, por mbi të gjitha është më së normale që ato të mos postojnë një foto sepse din të ruajnë mekanizmin e marketingut. Duhet kuptuar, po menaxhohen në mënyrë shumë profesionale dhe din të ruajnë interesin e tyre. Një tjetër hipotezë është se të dy janë duke dërguar mesazhe të koduara. Kjo është më se e vërtetë, sepse lëvizjet që ju pat më herët në video të cilat ishin transmetuar gjatë kohës kur unë po komentoja, ja që u transmetuan dhe tani, do me thënë janë lëvizje të njëjta. Egli dhe Gjesti në disa forma kanë treguar mesazhet e koduara të cilat janë për publikun, që publiku të krijon një lloj imazhi dhe të mendon apo ta kupton në një farë mënyre të vërtetën e tyre, sepse nëse ato e thonë të vërtetën që tani, atëherë frika e tyre është se ndoshta interesi publik do të bie. Ky lloj komunikimi mund të jetë pjesë e një marrëveshje për të mos u zyrtarizuar ende në lidhjen e tyre, ndoshta për arsye profesionale, kontrata apo thjesht për të ndërtuar një narrativ më të gjatë në sytë e publikut. Reagimet në rrjet janë të menjëhershme, komente të tipit ju shkojnë në shumë, të njëjtën buzëqeshje apo jeni çift i përkryer, mbushin postimet e tyre. Kjo tregon qartë që ndjekësit janë të përfshirë emocionalisht dhe mezi presin një konfirmim. Në përfundim, ndërkohë që ende nuk ka një deklaratë zyrtare, çdo detaj i vogël si ky është i mjaftueshëm për të ndezur rrjetin. Nëse kjo është një strategji e qëllimshme për të mbajtur vëmendjen dhe për të shtuar klikimet, atëherë po funksionon për mrekulli dhe ndoshta, vetëm ndoshta, Egli dhe Gjesti nuk po fshehin dashurinë e tyre, por po e servirin atë me doza misterioziteti dhe shumë kujdes për të mos zbuluar më shumë se sa ç'duhet për marrëdhënien e tyre. Tani, për përfundim, do me thënë që Egli dhe Gjesti janë në një marrëdhënie dashurie, ajo as që diskutohet, unë e di që do të vi momenti kur ato do të plasin, unë kam qenë gjithmonë i mendimit dhe gjithmonë e kam mbështetur lidhjen e tyre, jam koherent që në ditën e parë kur ato kanë dalur dhe deri më sot që Egli dhe Gjesti vazhdon të jetë në lidhje, por thjesht e kanë mekanizëm të marrëdhënies së tyre.